Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vëllezër të nderuar, motër të respektuara, Allah i dashur Esmerald, duke falendëruar Allahun Azza wa Jall, duke e madhëruar atë, duke e lavdëruar atë, po vazhdojmë me mësimin e fundit në raport me idghamin. Këtu e kemi kategorinë që e kemi përmendur herën e kaluar në fund, idghami i shkronjave homogjene, që është el harfan el mutajanisan. To dietarët kanë përmendur se këta janë gjerma të cilët kanë të njëjtin vend artikulim. Kjo shumë është e rëndësishme. Kanë të njëjtin vend artikulim, mirëmo kanë dallim në cilësi. Sikurse për shembull kur vjen del, pastaj vjen te. Del me sukun, pastaj vjen te me haraka, po me lëvizje. Këtu, domethënë, paqetë duhet të bëhet idghami dhe ka disa raste të ndryshme, sikurse për shembull tek shkronjat e gjuhës së sipërme, si për shembull te me ta dhe ta në te, po ashtu. Apo te në del dhe del në te, po ashtu. Apo shkronjat ndër dhëmbore, si për shembull the në dhel. The ndër dhëmb, domethënë. The në dhe, në dhel dhe dhel në tho. Dhe po ashtu, shkronjat buzore, do të thotë kategoria e fundit, shkronjat buzore, be në mim. Be në mim. Këto do t'i përmendim tash me lejen Allahut Azza wa Jall, shembuj nga Kurani famulart dhe si gjithmonë ju u rikujtoj që edhe ju t'i përsëritni me neve këto shembuj, sepse me të vërtet ju ndihmon, u lehtëson rrugën e përmirësimit. Shembulli i parë me te kur hyn në ta. Do të thonë, këto konsideron el harfani el mutajanisani, apo gjermat homogjene, që kanë të njëjtin vend artikulim, ama dallojnë në cilësi, apo në disa cilësi, apo karakteristika. Waddat ta'ifatun. Waddat ta, shiko, teja shkrihet në ta, prandaj ka idgham këtu. Waddat ta'ifatun. Waddat Jo, shtrengoja, waddat ta'ifatun. Waddat ta, shiko, me thonë waddat ta'ifatun, kësh gabim. Pasi që nuk ka idgham. Është idhar, me thonë waddat ta'ifatun do ishte idhar, ama kjo në kirajetin tonë nuk bën. Dhe kjo nuk bën. Prandaj çfarë duhet të themi, apo si duhet të themi? Waddat ta'ifatun. Waddat ta'ifatun. إذ همت طائفتان. إذ همت طائفتان. إذ همت طائفتان. طائفتان. E shtrengon, domethënë është shumë e rëndësishme te idghami, siç kemi thonë, e shtrengon, e fut domethënë të shtid. Apo tash taja, do thonë që është me sukun në te të lëvizshme, që është me haraka. Sikur këtu për shembull, la in basat te. Çka? Basat te. Prej tajës, do të shkon te taja, ama nuk gëzon më shkput. Pasi që nëse shkputesh në shqiptim, atëherë del ta e qartë, del, do të thonë idhar. Kjo nuk lejohet. Çka bën? Basat te. Basat te. Do të thotë hyn në ta, ama del me te. A kupton? Dhe për juve shikues të nderuar shumë është e rëndësishme që ti përsëritni. Besat te. Besat te. Besat te. Besat te. Besat te. Besat te, sakt e tha. Vazhdojmë, e kemi një shembull tjetër në surën Yusuf. Farrattum. Mos shtrëngoje rajen. Farrattum. Mirë. Apo një shembull tjetër, faqala ahattu. Po. Pastaj kemi te në dal. Ujibat da'watukuma. Ujibat da'watukuma. Ujibat da'watukuma. دعوتكما. أجيبت دعوتكما.
Ujibat da'watukuma. Ma mirë. Afërsisht. Afërsisht, po. Ujibat da'watukuma. Shikues të nderuar dhe ju përsëritne, mos harroni. Do të thonë hyn në te dhe del me del. Amo e shtrengon. Ujibat da'watukuma. Siç po shihni edhe në ekran. Pastaj kemi del në te. Amo del me sukun, si këtë të tjerët, del me sukun, te e kemi me haraka, me lëvizje. Qad tabayyana. Qad tabayyana. Hyn kështu mo del shkrihet komplet në te, edhe shtrengohet. Qad tabayyana. Qad tabayyana. Qad tabayyana. Qad tabayyana. Qad tabayyana. A ke mundësi me përsëritë edhe një herë këtë? Qad tabayyana. Qad tabayyana. Qad tabayyana. Qad tabayyana. Po, pasi që me thonë qad tabayyana, kjo i bje gabim. Kjo është gabim. Do të mirë, qad tabayyana. Prej del, hyn në te, shkrihet edhe bëhet idgham. Vazhdojmë me një shembull tjetër. Këtu e kemi del në te, si më herët, del në te. Aqadtumul aymana. Aqadtumul aymana. Aikattumul. Jo, aiqad. Aqadtumul Aqadtumul aymana. aymana. Po, do të thonë prej del hyn shkrihet në te. Pastaj e kemi del në dha. Këtu idh zalemu, shiko. Idh zalemu. Hyn në del apo është del me dha. Po. Ama nuk guxon më ndal, do të thonë me sukun. Me del, sepse del idhar. Kjo është idhar, është idgham. Do të pa tjetër të respektohet, do të thonë. Jo të thuhet idh zalemu, që është gabim. Duhet thuhet idh zalemu. Idh zalemu. Idh zalemu. Idh zalemu. Idh zalemu. Idh zalemu. Po. Mirë. Një shembull tjetër, idh zalemtum. Idh zalemtum. Mirë. Një vërejtje e rëndësishme të krajiti jonë, ku në dy vende kemi mundësi me bo me idgham, po edhe me idhar. Amo si që është transmitu, si pas rrugës së Shatibijet, është më mirë të lexohet me idgham. Cili shembull është kjo, apo cilët shembull janë këto, e kemi kur pas the me sukun vjen dhel. Për shembull, tek shembulli në surën El-A'raf, yelhath dhalik. Këtu mundesh me thonë me idhar, yelhath dhalik, por se më mirë, domethënë si që përmenda, sipas rrugës transmetuar të Shatibiyut, yelhath dhalik, yelhath dhalik. Shiko, yelhath dhalik. Hin prej thënë dhal, yelhath dhalik. Yelhath dhalik. Po. Apo një shembull tjetër, shembull shumë i njohur në surën Hud, ya bunayya irkab ma'ana, irkab ma'ana, prej bes në drejtën në mim shkon apo? Po. Këtu në këtë rast mundesh me thonë irkab ma'ana. Irkab ma'ana idhar, por se forma më e mirë dhe më e preferuar është idghami. Po. Irkab ma'ana, irkab ma'ana. Drejtë shkrihet me mim, në mim. Futet në mim, edhe bëhet idgham. Edhe një herë, ya bunayya irkab ma'ana, ya bunayya irkab ma'ana. Drejtë, domethënë e vazhdon drejt, domethënë hiç pa u ndal. Nëse ndalesh ya bunayya, pastaj shëshëtu irkab ma'ana, ama jo, ti vazhdon kështu. Ya bunayya irkab ma'ana. Ya bunayya irkab ma'ana. Drejtë në mim shkon, edhe bën idgham. Edhe pse, siç thash, edhe nëse ndaleni, domethënë ya bunayya irkab ma'ana, do ishte sakt. Ama më mirë është të bëhet idgham, të thuhet ya bunayya irkab ma'ana. A ke mundësi me përsërit? Ya bunayya irkab ma'ana. 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 Mirë, elhamdulillah. Këto ishin pra germat e shkronjave homogjene apo el harfani el mutajanisani, cila është kjo që janë të njëjtë në vend artikulim ndërsa që kanë dallime në karakteristika apo në cilësi. Kur vjen e para me sukun dhe e dyta me harake, me lëvizje, atëherë do e mos të bëhet idghami në këto germa, të cilët që tham, janë germat të cilët janë të njëjta në vend artikulim, ndërsa dallojnë në cilësi apo karakteristika. Ju këshilloj edhe një herë
që t'i përsëritni këto shembuj nga Kurani famullar, të cilët i keni parë në ekran, keni mundësi t'i ktheni pas dhe t'i shikoni prap dhe kështu të ushtroni dhe të përparoni. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.